Ka vdekur në moshën 79 vjeçare ish kongresisti amerikan Eliot Engel, një nga mbështetësit më të mëdhenj të Kosovës. Ai ishte larguar nga Kongresi Amerikan në janar të vitit 2021, pas më shumë se 3 dekadash në detyrë. Engel, demokrat, kishte përfaqësuar pjesë të Bronxit, një lagje e qytetit të New Yorkut me një popullsi të madhe dhe politikisht aktive shqiptare, që nga viti 1989. Ai ka qenë mbledh si kryesori mbështetjes së Kongresit për njojën e pavarësisë së Kosovës nga Serbia në vitin 2008. Mbështetja e palëkundur për Kosovën gjatë dekadave të tëra e bëri atë të famshëm në Kosovë. Kosova ka emëruar një rrugë dhe një autostradë për nder të Engelit dhe madje ka lëshuar një pull postare me fotografinë e tij. Kjo e bëri atë një figurë të diskutueshme në Serbi, vendin që vazhdon ta refuzojë ta pranojë pavarësinë e Kosovës dhe lobon kundër njojës së saj nga komuniteti ndërkombëtar. Më 8 dhjetor 2020, në një seancë dëgjimore në dhomën e përfaqësuesve, Eliot Engel kishte folur për Ballkanin Perëndimor dhe veçmas për Kosovën. Nuk e dija pasionin që do të zhvilloja për një cep të vogël të Evropës, të quajtur Ballkan, kishte thënë ai. Kam udhëtuar në çdo vend të Ballkanit Perëndimor disa herë. Jam takuar me atë shumë udhëheqës nga atë shumë parti dhe kam dashuruar larmin e pasur të kulturave, etnive dhe feve, por asnjë vend nuk më ka prekur zemrën më shumë se Kosova. Engel kishte hyrë në Kongres derisa Jugoslavia po ndahej dhunshëm në vija etnike. Ai ishte përfshirë në shumë mosmarrëveshje rajonale përmes pozitës së tij në Komitetin e Punëve të Jashtme, duke fituar përfundimisht reputacionin si ekspert i Ballkanit. Ai kishte qenë ndër ligjvënësit e parë amerikan që i ka bërë thirrje administratës së Bill Clinton të ndërhyjë në vitin 1998 për të ndaluar veprimet e forcave jugoslave dhe serbe në Kosovë. Një dekadë më vonë, ai ishte edhe më i zëshmi në Kongres për njojën e pavarësisë së Kosovës nga SBA-ja.